Flini mjaftueshëm gjumë por zgjoheni të lodhur, ja çfarë po ndodh me ju. Aktiviteti fizik. Mungesa e aktivitetit të përditshëm fizik mund të na sjellë probleme me cilësinë e gjumit. Depresioni dhe stresi. Nëse gjumi nuk ofron pushim të qetë dhe rigjenerues, edhe më të fortët nisin të humbasin vullnetin dhe qartësinë mendore. Dietë e shëndetshme. Ajo çfarë ham ndikon gjendjen tonë shpirtërore dhe veprimet. Rrini larg ushqimeve me sheqer, aciditet dhe ushqime me shumë karbohidrate. Mungesa kronike e hidratimit. Kafja, sheqeri, kripa dhe ushqimet dhe pijet të konservuara nuk ndihmojnë në hidratimin e trupit. Kur dehidratohesh, organet nuk funksionojnë në mënyrë produktive dhe ju ndiheni të lodhur. Probleme shëndetësore. Nëse ka shkaqe të tjera që ju lën pa gjumë, është më mirë që të konsultoheni ose me një mjek për gjendjen fizike ose me një psikolog për gjendjen mendore në varësi të problemit që keni.